Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Pak popull ka në botë të cilët mujnë me përhap pa siguri dhe pa qartësi sikurse ne. Tashmë kemi hyrë në temën e diskutimit, a kishte të drejtë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ta shpërbënte kuvendin apo nuk kishte. Një kushtetutë është, po ka shumë interpretime dhe varësisht nga cili tabor vinë. Natyrisht propagandën e ka vetëvendosje dhe monopolin për propagandë e ka vetëvendosje. Ndonë se Vjosa Osmani ishte me ta deri tash, ajo është në defanziv karshi propagandës së partisë e Albin Kurtit dhe strukturës së tij politike. Sonte me Visarin do të flasim për këtë temë, si dhe do të flasim për hapat konkret që tashmë regjimi Albin Kurtit ka bërë në kapjen e prokurorisë së shtetit. Visar, mirëmbrëma. Me ty gjithmonë kemi çka flasim, veçanërisht në temat e tilla, por këtë për prokurorinë le ma mut, lutem. Absolutisht. Si e pave këtë javë krejt diskutimet dhe çka jetu para pa. Po tash na jemi në pritje të vendimit gjykatës kushtetuese, natyrisht për dekretin e presidentes për shpërndarjen e kuvendit. Siç e thellë ti, ka një ndarje, domethënë në mendime që i japin juristët të ndryshëm edhe ekspertët përfushëm. Po mënyra që e lexoj unë gjykatën kushtetuese, Kushtetutën e Republikës Kosovës, kuvendi natyrisht që është dashur shpërndar. Sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Nëse kuvendi ka dështuar për me zgjedh presidentin, atë thuhet shumë qartë që kur dështon kuvendi për me zgjedh presidentin, 30 ditë para skadimit mandatit të presidentit në fuqi, ai shkojnë zgjedhje. Ka dështu. Mënyra e dështimit është më pak e rëndësishme në këtë, si më thon, postulat absolut që e përcakton kushtetuta. Se nenet e kushtetutës edhe afatet e kushtetutës du të më lexu në bazë të një hierarkie që i përshtatet frymës së kushtetues. Dhe për çështjen për cilën po flasim, që është zgjedhja e presidentit, ka një afat që është absolut. E ajo është që kuvendi duhet ta zgjedh presidentin deri në 30 ditë para skadimit mandatit. Që ky është afati, si më thonë, që e përmbyll temën. Çdo gjë tjetër që ndodh rreth tij duhet më përshtat këtij afati. A zgjedhti me 3 rande, a zgjedh në randin e parë, a nis para 60 dite, a nis para 45 dite, kjo ka më pak rëndësi se sa fakti që ti duhesh me kry deri në 30 ditë para skadimit mandatit. Apo jo? Pse po provojnë këta me lexuar në jenin 86 e jo 82? Se kjo është për mendimin tim, tash këtu nuk jem të fol. Se këtu nuk lexohet në ndara. Këtu nuk jem të fol më për faktin apo shkojmë në zgjedhje. Këtu jem të fol për faktin kur po shkojmë në zgjedhje. Dhe këtu ka, si me thonë, synime të ndryshme të partive, palëve politike. Pse zoti Kurti, duke ditë që po shkojmë zgjedhje, pse e do korrikun? Zoti Kurti po do me i shtyr zgjedhje për 2 arsye për mendimin tim. E para është që me pas një hapësirë pak më të madhe kohore, në të cilën ai mund me organizu sulmin ndaj Vjosa Osmanit edhe një tentim denigrimit të opozitës. Në nxis për presë, sulmin masiv kundër Vjosa Osmanit. Edhe ajo ka me ndodhur për mendimin tim, po me ka fillu tashmë, na jem të e po. Dhe e dyta është që po do me i pas zgjedhje sa më afër verës, në mënyrë që me pas sa më shumë diasporë në Kosovë. Po diaspora është ndarë tashmë. Kurti po llogarit se qyre Kurti që ka bën për mendimin tim është që ka i bën kalkulimet në bazë të përvojave të kaluara.
Pra lëvizjave të vendosin mu po më duket që tash. Po, por vjose nuk e ka ma. Dakor, po lëvizjave të vendosin që tash të mos harrojmë. Se unë e kam pa që për bëni digresion, unë e kam pa që sa diskutohet për lëvizjen e vendosin dhe për Kurtin veçanërisht në skenën publike, edhe kundërshtarët e Kurtit në një farë mënyrë ja japin një farë merite të taktizimit gati se të shkëlqyeshëm që e bën zoti Kurti. Apo jo. Pra, kur flitet për shembull për makinerinë që do t'ja organizoj për sulme ndaj Vjosës Osmanit, presidentës, gjithë në një farë mënyrë edhe kundërshtarët thonë që Kurti fiton. Vetëvendosja fiton, sepse ka ndodhur kaluar. Propaganda e vetëvendosjes, makineria kështu me radhë. Domthonë kur flitet për taktizimin e Kurtit, gjithë thuhet që ky fiton në fund taktizim, sepse ka ndodhur përpara. Çka nëse na shtrojnë problemin në një rrafsh pak më tjetër? A ka për shembull që kjo propaganda, që ky taktizim, një masë kritike në të cilën mund të më kthy në bumerang? Për shembull, akuzat që ti ja bën Penizi Pevetës, Visar Ymerit, Dardan Malliqajt, Shpend Ahmetit, Dardan Sejdiut, Bedri Hamzës, Lumir Abdigjikut, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, gjithë tjerëve. A ka një moment kur që to mund më udo ka pak si, ka da veç pak, e shtinë edhe Vjosa Osmanin, mos je ka e të pranë. Që shumë bo që këtë bota që nga të kësi përveç teje. A vjen një moment në shoqërinë kosovare ku njerëz janë nisur me menu kështu? Unë mendoj që vjen. A vjen në këtë radhë, nuk e di. Ka ardhur. Si mas meje. Unë uroj që vjen. Sepse na do të më shtru pak këtë problem në një rrafsh pak më të gjatë historik. Do me thonë, fakti që për shembull Albin Kurti nuk mundet me bashkëpunu me kërkan tjetër, deri tash është mvesh si fajt të tjerëve. Po në Albina njëherë dhe mendojmë, mos obre nashta gabimi ti. Mos o faj ti. Fakti që kërkosh s'po mund me bashkëpunu me ty, dhe nashta është problemit e ti. S'mo nuk o dhe këtë tjerëve. I pari, i dyti, i treti mund t'jenë kësi, krejtjen kësia. Dhe më thonë qëta. E pash njërnin këta që dalin në për kësi emisione online të ndryshme, që flasin qka do, kuturu. Dhe e pash njërnin edhe bani shumë për shtypje. Kështë pas 3 gra. Më njërnin e kështu një kohë, tha smujta ma me këta, e gjeta një tjetër, tha smujta as me këta, të tretën, tha sëm gaj ke heq, edhe unë dava edhe me ta. Kjo intervistusja, natyrisht nuk janë gazetarë, ata se ka një keq kuptim të madhë, kushdo që e ka një kamerë, mendojnë që është gazetar. Kjo tha, mos është fajt e ti nderuar? Tha, ja s'është fajt e unë, se gruja do të më mund nënshtru mu. Dhe me gjas, logjika e Albin Kurtit është kjo. Opozita do të me mund nënshtru mu. Dhe natyrisht, ajo vajza e kuptoj gjatë asaj bisede që jo, nuk është problemi të 3 gratë që janë da me të, po problemi është ky. Dhe unë besoj edhe ky popull ka me kuptu, tashmo ka fillu me kuptu, që nuk është opozita apo se cili kundërshtari Kurtit fajtor. Por ky është shkaktari i kësaj mosmarrëveshje të madhe. Sakt, edhe kur po flasim se që këtë të folë, dhe më thonë për datën e zgjedhjeve, edhe pse Kurti po do me i shty, pse ato, se këtu, qëre, shpesh e kom pa që interpretohet edhe në këtë mënyrë, dhe më thonë Kurti po do me i shty, këta tjerë po do me i maj pa herët. Jo, nuk është kjo plotësisht e vërtet për mendimin tim. Kurti po do me i shty, kushtetuta po do me i maj tash. Për mu, mënyra që unë e lexoj kushtetuta thotë që do të më shkon zgjedhjen maj. Bile jo në maj. Në prill, pa hajde që tash përpresin vendimin e gjykatës kushtetuese. Po, është mas e sigurisë. Kuvendit nuk e ka shpërndar Vjosa Osmani. E ka shpërndar vetë nëse ka dështu. Domethënë kuvendi ka dështu me zgjedh president dhe rrjedhë merr do të më shkon zgjedhje. Këtë e thotë kushtetuta. A i pëlqen kjo PDK-s, a LDK-s unë nuk e di. Mirë, po që kjo është fakti. Dhe na si qytetar, e unë ti si komentator politik, mu së më interesant cili o vullneti i vetëvendosjes i PDK-s, i Lumir Abdigjikut, i LDK-s, i Bedri Hamzës, i Albin Kurti. Mu më interesant që ato kushtetuta, apo jo? Gjykatës së kushtetuese i shkandesh veç që keme interesu. Kujna i konvenon, pastaj është çështje tjetër. A i konvenon Kosovës me shkon zgjedhje, unë mendoj që jo. A po hupim na shumë që po shkojmë zgjedhje, unë mendoj që jo. Që po, mirë po. Në gjë këto duhet me pas parasysh. Që nëse kuvendi sillet në këtë mënyrë të papërgjeshme, ka shis zgjedhje se presidenti që e ka obligim, atëherë ai duhet me shkon zgjedhje edhe me ardhi kuvendi i ri.
i cili besoj do ta merr më seriozisht këtë gjë. Kështu që në këtë drejtim, për mendimin tim nuk ka më lufta në mes të partive opozitare dhe vullneteve tyre politike, që njerëzit mund me i kuptu edhe kanë ja keq kuptu e shumë shpesh mirë kuptu si interesa partijake. Tu s'po flasim për interesa partijake. Tu po flasim për parimet kushtetuese të cilat unë mendoj që është interesi i Kosovës me i zbatu. Vërtet. Në këtë drejtim, lëvizja vendosi me qëndrimet e veta e ka gabim, do mendoj gabim të qëllimshëm, kur po don me reinterpretu kushtetutën për me u përshtat vullnetit të tyre. Ndërkohë që këta tjerë që kanë shumë më pak zë dhe shumë më pak peshë politike, apo jo për shkak të zgjedhjeve, këta dorën zemën nuk është që mund me thonë shumë për këtë pikë, por këta kanë një gjë që kanë të saktë. E ajo është që kushtetuta thotë që vendi duhet me shku në zgjedhje nëse dështojmë me zgjedh presidentin. Pse kemi dështuar me zgjedh presidentin? Qartasi është përgjegjësia për mendimin tim e grupit më të madh parlamentar. Tash, të lëm ashtu zënkat partijake, të cilat ti mundesh me thonë edhe unë edhe krejt tjetë mund me thonë që qërë, megjithatë këta po flasin për interesa edhe partijake mes vete. Po, dakord. Të lëm anash këtu. Domethënë, nas qytetar të Republikës së Kosovës do të më kërkuan një gjë dhe më insistuar një gjë nga secili lider politik. E ajo është që kur na dalim në zgjedhje dhe ta japim pushtetin përmes votës, ti je kondesh me kriju institucione me çat votë. Qysh e bën, është çështja e jotja e aftësisë negociuese edhe e gatishmërisë për kompromis. Për emisionit kaluar, më kanë shkruar shumë njerëz, edhe komente, edhe mesazhe kështu private. Hek kur u bone ti me Vjosa Osmanin, ti e kon gjithë kundër saj. Dhe mendoj që ky është diskursi që është tu përpjek me ndërtu lëvizjeve vendose. Unë s'jam pro Vjosa Osmanit. Unë mendoj që Vjosa Osmani ka shkaktu dëm jashtëzakonisht madh këtij vendi, për cilin do të flas tash në raport me prokurorinë. Megjithatë, tutori i saj është Albin Kurti. Dhe unë besoj që zoti Kurti në krejt të këqijat e tij, zullumin e tij është i sinqert. Dërsa Vjosa Osmani nuk është i sinqert. Por megjithatë këtij vendi i duhen politikanë të cilët kur e kuptojnë që është gabim, bëjnë kthesë. Dhe kthesën që po e bën zonja Osmani nuk po e bën, pse ajo është e bindur që është gabim Albin Kurti, por pse mbeti pa pozitë. Dhe kjo për mu natyrisht flet për një ego të jashtëzakonshme personale të dikujt, për interes personal, por megjithatë duhet me ndodhë diçka, një thyrje e madhe që me u definu e mira dhe keqja. Dhe neve gradualisht, si mas meje, po na rrëshqet situata në ndarje të dy poleve. Vjosa Osmani e Albin Kurti. Dhe kush ka të drejtë tash? Natyrisht ka Vjosa Osmani. Dhe kush mbetet ai keqi me cilin ishte Vjosa Osmani është Albin Kurti. Dhe ky është ballafaqimi mes këtyre dy politikanëve për mu kryesor të këtij vendi. Dhe çka është umdhim mu Visar, është që Vjosa Osmani që deri dje ishte me Albin Kurtin, sot po identifikohet si poli kundër Albin Kurtit dhe pjesa tjetër e opozitës thuaj se nuk ekziston. Dhe ky është problem që çdo është me analizu shumë mirë, veçanërisht PDK-ja. Se tashmë po dihet që Vjosa Osmani do t'i bashkohet LDK-s, a kthehet aty, a e krijon një listë, një iniciativë, në çka do të qoftë, po ata do të jenë bashkë në këto zgjedhje. Është shumë mirë që do të jenë bashkë. Por kjo në kryet herës po e shun Lumir Abdigjikun si lider, pra po del dikush tjetër që pia merr primatin, po shihet që zoti Abdigjiku nuk ka qenë i aftë këto 5-6 vjet me i bë opozit Kurtit edhe Vjosa Osmanit. Në një farë forme ka qenë me Vjosa Osmanin, sa i tha në Rubikon. Tha, për mu, Vjosa Osmani ka qenë presidente e mirë, ndërkohë është e kundërta. Vjosa Osmani ka qenë presidentja ma e keqe që ka pas ky vend. Nuk ka ma të keqe. Nuk ka ma dëmshme. Sepse ishte zgjatimi i krimit. Është ortake në krim me Albin Kurtin. E tha dhe vetë. Tha, unë ta jam caktu datën. Tha, mu po mësëlmojmë, paramenoj që ajo bojnë tjerve. Po na e paramendojmë se jemi të e përjetu në lëkur,
edhe prej teje, edhe prej burrit tonë, edhe prej regjimit kriminal që ka ndërtu këto dy figura që kanë dhesë këtë shtet. Të dy janë artak në krim. Tash po ti shpjegoj për shikuesit. Ata kanë disa kompetenca të përbashkëta. Mes tyne zgjedhja e drejtorit të AKI-s, zëvendës drejtorit dhe inspektorit përgjithshëm. Albini e zgjodhi drejtorin e vet, i cili dorën zemër ka qenë me aleancën për ardhmërinë e Kosovës, por zoti Kurti e zgjodhi. Ndërkohë Vjosa Osmani e zgjodhi zëvendësin. Kush është zëvendësi? Agon Bytyqi. Motra Agon Bytyqit ishte në listë Guxo, bashkë me Vjosa Osmanin për deputete. Babën edhe vllaun i ka eksponent një Lipjan të vetëvendosjes edhe të listës Guxo. Pra, kishte një koordinim që njëri me pas drejtorin, tjetri zëvendës drejtorin. Dhe çka bën këta dy? Po zbuloj se s'kom folë këtë gjamati për këtë punë, po me që gjërat kanë fillu të përmirësohen edhe të afrohen, është se Agon Bytyqi në mënyrë të kundërligjshme ka urdhnu edhe ka nënshkruar një urdhnesë që zyrtar të AKI-s me më përndjek mu në mënyrë të paligjshme. Është nënshkrimi i tij, me nënshkrim të tij mu ka vendos GPS-i. Dhe me nënshkrim të tij mu më kanë ardhur të zyra, mu më kanë ardhur të puna, mu më kanë ardhur të familja, mu më kanë ardhur kudo me urdhër të njeriu të Vjosa Osmanit. Prandaj, Vjosa Osmani është përgjegjëse për përndjekje të kundërshtarëve, që ajo i konsideron të gazetarëve, bashkë me Albin Kurtin, për përgjegjësia e mjetët asaj. Dhe ja ku i ki njerëzit të cilët për një kohë të gjatë kanë përndjek mu. Të dy janë zyrtarë të AKI-s, të dytë kanë me dhënë përgjegjësi. Dhe tani duhet me ditë edhe ajo, edhe kush do të qoftë, se këta njerëz në mënyrë kriminale më kanë përndjek mu. Dhe kush e ka urdhënu? Njeri Vjosa Osmanit. Prandaj, nuk mundem m'ia fal unë kërkujt që e ka shkel ligjin. Dhe nuk mundet Vjosa Osmani sa të mu me ndalë poli kundërt i Albin Kurtit, derisa të dy bashkë ishin aksionar në krim. Si do qoftë, në krejt këtë situatë, mu po më dhem pse opozita po bie në hije të Vjosa Osmanit. Që, po, dakord jam, do me thonë, me gjithatë këtu jem të folë për një momentum, kjo është momentumi i Vjosa Osmanit. Nuk mund me hu ata, sepse këtë në gjarje, do me thonë, që i kemi pas kohëve të fundit, ndërlidhen me të. Mos kandidimi saj, pamundësia për me marrë mandatën e dytë, shpërndarja kuvendit që vjen nga ajo si presidente e kështu me radhë. Unë mendoj që këtu, na si qytetar, do të me kuptu që këtu nuk ka lufta Vjosa Albin. Vjosa Osmani mundet me qenë një kohë me mendësinë e Albinit, mundet pastaj me ndru me një ka plotësisht drejt me dalë në kampin tjetër si mendësi, po këtu të folë për dy mendësi politike, dhe mendoj që kjo mendësia që e kundërshton mendësinë politike të Albin Kurti duhet me fitu. E trashëgimia kriminale e saj? Ajo është çështje me cilën duhet më marr. Natyrisht. Po unë nuk e harroj këto. Natyrisht Unë nuk heq dorë. Absolutisht asune. Edhe kërkush tjetër nuk do të, jo vetëm ndrafshin personal, edhe ndrafshin politik. So mendoj që ka qenë shumë vetëm shumë politikisht. Mirë, po të mos harrojmë edhe një gjë. Ju si media, përfshi plot të tjerë, keni qenë kundër qeverive të kaluara, veçanërisht korrupsionit në qeveritë të kaluara. Po. Ky kundërshtimi juaj, në fund të fatoru si dobi për vetëvendosjen. Falni Visar, po ju keni dalë protesta me punën tëmë. Po të? Po, këto na si vetëvendosje atëherë e këna marrë për përfitimet tona, si vetëvendosje. Tash, a mojën me thonë që për shkakun Vebi Kajtazi ka ndihmuar vetëvendosjen? Jo si qëllim, po si pasojë, po. Unë kam kryer punën tëmë. Si pasojë, po.
Do me thonë, ti kur e kundërshtu korrupsionin në qeveritë e kalume, a ke menu që du të me arë një pushtet si Albin Kurtit? Jo. Asnjëherë. Absolutisht jo. Po që ajo ka qenë shumë e rëndësishme me po, apo? E tash, për menimin tem, kapja e shtetit që po e bën Albin Kurti, vendosja një sistemi autoritar në Kosovë, du të më luftu. Nëse Vjosa Osmani o kënej, du të edhe me ta. Dhe me këtë tjertë. Fal, po. Përse që ta i ki, bebe. Tash, a dohet lufta politike më konë vetëm Vjos Albini, jo? Unë menoj që lufta politike mas mirë shkonë më bot mes dy mendësive. Unë jam i interesum që kjo mënyrë e trajtimit të Republikës së Kosovës. Kur i ndroj mendësia kësaj? Nuk e t'ja i ka ndru. Po kur i ndroj? Nashta edhe s'ka ndru. Atë natë kur meti pa pozit, Po. për një mandat tjetër. Nashta edhe s'ka ndru, bebe. Cila është zgjidhja? Për mu si me talë shu studia. Për mu zgjidhja është kështu. Për mu zgjidhja është kështu. Trajtimi i Republikës së Kosovës si pronë private që pja bën vetëvendosja, Edhe Vjosa Osmani, edhe Vjosa Osmani dejtjes, ose ka mundësin nesër blak i japet e banë, është gjëja më e rëndësishme që duhet aktualisht më luftu. Trajtimi i Republikës si pronë private duhet më luftu. Dhe këto po e bën aktualisht Albin Kurti se e ka pushtetin. Autokratë bëjnë dhe Kurti si i tillë. Se e ka pushtetin. Nesër mund me ta bëj dikush tjetër, absolutisht tjetër. Kundër që saj duhet me luftu gjithë. Qytetari e ka për obligim për menimin tem, jo vetëm të drejtë. E ka Vjosa mjet për me luftu Albinin? s'është. Kaman pra. Po s'është. Mirë po tash, a mujna na me thonë për shembull që jo, mes Vjosës dhe Albinit do të zgjedhë Albinin? Me Albinin jam unë. Unë jo. Në krahasim me Vjosën? Jo, unë jo. Ai është i keq, unë e di. Është i keq, është i dëmshëm. Po është i vërtet. Po çka ka lidhje ajo? Kjo Pasoja është e madhe. Fal. Pasoja është e madhe. Albin Kurti ka 15% sot. A kanë 6 vjet bashkë? Po, Kush jam unë sej? Vjosa Osmani. Kush e caktoi 28 dhjetor? Vjosa Osmani. E tha ajo vet. Vete pranaj. Po pra, ai asaj duhet një përfitim personal. Ta kallë këtë vend. Po. Se është e poshtër. Edhe Prandaj unë cila është alternativa? Albin Kurti? Jo, opozita tjetër. Sakt. Nuk po du Vjosa Osmani me qenë lideri i opozitës. Mirë. Në ballavacion me Albin Absolutisht jo. Kurti. Edhe unë nuk mendoj që do të më konë ashtu. Unë çfarë po them është që tu jem të fol për te, sa jem të fol për dy mendsi. Vjosa Osmani, për mendimin tim deri tash ka dhënë shaja që i takon mendësisë Albin Kurtit. Absolutisht jam dakord me ty. Si mendsi politike takon çanej. Deri tash ka dhënë shaja çashtu. Ka rastu mirin. Sakt. Që kanë detyrë Do të thonë, edhe unë jam me luftu çet mendsi. Mirë, po çka mendsi? Sot mbetet gjallë, mas shumë të për shkak të Albin Kurtit. Sar, unë e një Albin Kurti. Unë e trajtoj si original që është. Është i keq, është i Çka lidhje ajo? dëmshëm. Nuk e do këtë vend. Çka ka lidhje ajo? Po tash Vjosa Osmani, herë mirë, herë keq, se ti s'din as qysh mos sill me ta. Po që Nuk është edhe një gjë, nuk kjo çështje vetëm karakteri, është çështje edhe pushteti ta bëj politik. një pyetje. Është çështje edhe pushteti politik. Ta bëj një Kush e pyetje. ka pushtetin sot për me e bëj çta që po thoti? Të dy. Jo, sot aktualisht e ka veç Albin Kurti. Albin Kurti e ka. Po. Me ndihmën e Vjosa Me Osmani. ndihmën e Vjosa Me Osmani. tash unë të kallëzoj pse. Të premten u mblodh Këshilli Prokurorial. Tashmë Këshilli Prokurorial ka rënë në duar të regjimit të Albin Kurtit dhe me ndihmën e Vjosa Osmanit. Me ligjin e ri që kanë ndërtu këta, janë 7 antarë të Këshillit Prokurorial. 4 janë prokuror, 3 janë të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës, jo prokuror. Tashmë këta e kanë shumicën, e kanë fitu shumicën. Dhe zgjodhen një militant, Arjan Gashin, militant të vetëvendosjes kryesues të Këshillit Prokurorial. Apo jo? Vllai i tij, familja e tij, të gjithë janë me vetëvendosjen. Vllai i tij është në bordin e ujësillësit Gjakovës, i zgjedhur për qeverisë Kurti. Është një djalë i keq. Është një prokuror i keq. Është i përfshirë në afera të ndryshme. Gruaja e tij si avokate merr raste të ndryshme me direktivat të tij si prokuror. Është një rast në Gjakovë, rast tipik për një gjë të tillë, për cilën do të flasim edhe do të merremi më vonë. Është një prokuror i aferave të ndryshme. Megjithatë, ajo bë kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dhe kush e mundsoi një gjë të tillë? Vjosa Osmani. Sepse Vjosa Osmani
nuk e dekretoi kryeprokurorin e shtetit Blerimi Sufaj. Refuzoi me dekretu. 4 vjet pa kryeprokuror të shtetit. Dhe tani, ky këshill prokurorial i vetëvendosjes, komplet i vetëvendosjes, javën e ardhshme, sipas meje, pritet ta shpall konkursin për kryeprokuror të shtetit. Nisin procedurat për zgjedhjet kandidati i përshtatshëm për regjimin kriminal të Albin Kurtit dhe i bie që përzgjedhja të shkoj për dekretim në kohën kur Albulena Haxhiu është ushtruese detyres e presidentes e Kosovës dhe ajo dekreton të përzgjedhunin e tyne. Pra tashmë prokuroria është në dorë të këtij regjimi. Dhe kjo është gjëja më e rrezikshme që ka ndodhur këtij vendi, më e dëmshme. Kush e mundsoi këto? Vjosa Osmani. Po. A mundet Vjosa Osmani me u pastru për kësaj? Jo. Vetëm A se. është kundër Albin Kurtit ajo? Jo. A është e pa ajo që tashmë me ndihmën e saj sistemi prokurorial dhe prokuroria është në dorë të Albin Kurtit? A llogarit ajo që këtë prokurori Albin Kurti e përdor edhe kundër Vjosa Osmanit dhe kundër burrit saj, Po. dhe për mja hetu shtëpit varg këto atje, ku do qoftë, dhe me armën që ja ka dhënë Albin Kurtit mund ta luftoj atë. Mirë. Ajo duhet me dhënë përgjegjësi, Po. ajo duhet me kërku falje, Dakor. dhe nëse mendon që ka bë gabim, le ta dekreton sot Blerimi Sufajn për kryeprokuror, derisa regjimi nuk e ka shpall konkursin me zgjedh njërin e vet. Apo kështu. Prandaj unë nuk Apo kështu. Që s'moj me pajtu me ty, në asnjë formë. Dakor. Me plot gjëra që ti tha unë pajtona. Apo kështu me shtru problemin nga një perspektivë tjetër. Shtrojmë qysh dush Nga ndëruar. një perspektivë tjetër. Qëra, e para, a është, domethënë, në një rast të potencialisht krimit politik tash që quajmë, kush ka më faj, urdhërdhënësi a ekzekutuesi? Të dytë. Urdhërdhënësi ka më shumë faj, se ka përgjegjësi politike. Po, kush? Dakor. Jo, dakor. Pse e zbatove urdhën? O, unë nuk po du se qëre, nuk po du me thonë që Vjosa Osmani ka qenë presidente e njësë, nuk mendoj që ka qenë. Në politikë brendshme, asësi, politikë jashtme, mujna me diskutu. Të dyjat. Edhe aty unë nuk mendoj që ka pas në faroli, pa hajde që pas thonë. Çka e para? E dyta është, cila gjë më e rëndësishme me u luftu në aktualitet? Pra për mua, cila është urgjenca me u luftu në aktualitet? Për urgjenca për me luftu në aktualitet është çaj që e ka pushtetin. Shumë mirë. A ka bë me akulpen kjo? Jo se ka bo. Bisara ka qenë kryetari i vendosjes. Po, Për shumë sene ke kërku falje. absolutisht. Ju Po. ke kërku falje edhe njerëzve të cilët i ke kundërshtu edhe Edhe personalisht, personalisht. edhe publikisht. Po, çfarë po du E me ke thonë? bo një lloj spastrimi. Dakor, Është gjendje ke me bo. Çfarë po du me thonë është që për mua Vjosa Osmani ose kushdo tjetër qoftë, si individ, edhe si peshë politike, janë të rëndësishëm, po më e rëndësishmja është që me u mundu me e mbrojt sa do pak që është e mundur një proces të vijushmërisë normale demokratike në vend. Është kjo që e mbron demokracinë? Kjo nuk e mbron. Ama një argument kur e ka mbrojt demokracinë? Kjo nuk e mbron. Nja. Na do të mbrojt. Jo. Na do të mbrojt. E tani te na, Po, dalim te na. që drejtim, na, për me mbrojt që ato do të me kuptu që aktualisht, edhe për shkak, jo edhe për shkak, vetëm base për shkak të pushtetit, jo për shkak të karakterit, domosdoshmërisht, më shumë ti që e sulmon dhe lufton këto është Albin Kurti. Vjosa Osmani nashta ke sulmu më keq, po se ka mundësi. Se ka mundësi. Vjosa Osmani është edhe një muj presidente. Vjosa Osmani faktikisht si presidente keq që i ka me bo është me caktu datën e zgjedhjeve, varësisht aktgjykimit që ka kështu, apo jo? Kjo të gjë asaj që ka me ma. Kjo do të ndodhë. Se Vjosa Osmani ka 4 ditë me është fundi dekretu. mandatit. Po. Ndërkohë që Albin Kurti sot është kryeministri i Republikës Kosovës, i cili nëse gjykata kushtetuese merr vendim mos pranues për dekretin, që unë s'besoj që ka mendohu, mund të bëhet kryeministër 4 vjet. Por ku e ki ti sot luftën politike për mbrojtjen e demokracisë? Për mendimin Është tim, Vjosa Osmani ajo që del në ball të protestave me mbrojt Republikën e Kosovës? unë mendoj që jo, unë uroj që jo.
Se unë po du me pas protesta në mbrojtjet e Republikës Kosovës që i bojnë njerëz që për një me e kanë demokracinë. E tani njerëz E për unë një nuk me. mendoj që ka kjo për një me demokracinë. Po çka po du me thonë është që kështu. Sot na dhe be edhe unë këtu me ne pajtohemi plotësisht me ty, është që sot jemi në një situatë në Republikën e Kosovës në të cilin kundërshtimi opozitar i organizuar në partinë nuk mjafton. Është i domosdoshëm, por nuk mjafton. Tani jemi të pajtu. Nëse na pajtohemi unë ti dhe tjerë që po flasin kështu si unë ti që ka edhe tjerë, që demokracia edhe randi kushtetues i Kosovës është i vënë në rrezik, unë nuk mendoj që na jemi tash në situatë ku mund të thonë randi kushtetues është në rrezik, mirë po na merremi tu ja gjet metat secilit rreth nesh. Se kjo s'ka kuptim. Randi demokratik është në rrezik. Nëse që kjo është e vërtetë. S'po du me bo në Saramusin unë, sepse nuk jam i tillë edhe nuk po një tro informacion, një tro njohëri, një të zhvillimeve dhe të mentalitetit të këtyne qeverisës. Ky vend është urshit drejt diktaturës dhe rreziku që i kanoset secili që mendon kundër ndryshe prej tyne është konfirmu të premten me zgjedhjen e Arjan Gashit, kryesues i Këshillit Prokurorëve të Kosovës, i cili tashmë zgjedh kryeprokuror që i konvenojnë në regjimin të Albin Kurtit. Dhe këta besëm, këta do të arrestojnë njerëz. Edhe 48 orë nuk ka rëndësi sa, veç pse janë kundërshtar të Albin Kurtit, për ti diskreditu. Dhe natyrisht, ky rrezik i kanoset fillimisht Vjosa Osmanit. Se këta e njohin njëri tjetrin, se kanë qenë ortak në Kreml. Dhe pushteti tashmë po i mbetet Albin Kurtit, dhe Vjosa Osmani është në rrezik. Tani, sa është në gjendje kjo zonja të luftoj edhe të ballafaqohet me Zotin Kurti, kur ata ja din njëri tjetrin. Ja din të gjitha, mendoj shumica. Por pushtetin e ka Kurti, kjo s'ka ma. Sakt. Zhak ta ngrej. Dhe në Zhak ta ngrej. dhe në Për këtë arsye duhet një organizim tjetër. Në këtë drejtim unë po them që për neve është e rëndësishme me luftën që pushtet që e ka Kurti, a bëhet kjo me Vjosa Osmanin as bëhet, unë nuk mendoj që bëhet, po mos bëhet, duhet më bëj me dikën. Unë çfarë po them? Domethënë për mua sot partitë opozitare natyrisht kanë përgjegjësi. Shkolla nesër zgjedhë partitë opozitare do të jenë ato që ta bëjnë luftën elektorale. Me Vjosa Osmanin, pa Vjosa Osmanin, çrëndësikalet vendosin ato. Po unë mendoj që në situatën që jemi, që është po përshkruar të shumë mirë, kjo automatikisht të tregon që këtu më ka përfundu mjaftueshmëria e organizimit opozitar partia. Jo, Këtu tash jemi të folë për një situatë tjetër. E kjo situatë nën kupton që secili prej nesh, që është i shqetësuar me këtë punë, duhet me qenë i angazhuar. kime pas situata të jashtëzakonshme për çka duhet organizim qytetarë Se nuk mjaftojnë partitë opozitare, nuk mjaftojnë. Jo, Le duhet të jenë edhe më të mira të botë. Jo, duhet tjetër mjaftojnë. organizim, se që për shembull kime pas një situatë, përveç çështjeve sociale, energjie, këto që janë. Mundesh me pas një situatë, si mas meje. Gjykata kushtetuese vendos në favor të Vjosa Osmanit. Ja. Si mas meje, kështu ndodh. Dekretit, domethënë. Dekreti. Dhe Vjosa Osmani ka 4 ditë për caktimin e datës së zgjedhjeve. Ajo pra nga 31 deri në 5 prill, deri 4 prill është presidente, dhe në këto ditë e cakton datën. Për mua është duket 10 maja, 12 maja, cila është aty e diele, mundet me qenë data e zgjedhjeve. Dhe hym në zgjedhje. Pres me ndryshu rezultatet. Sepse kemi pas një 3 subjekte politike, afërsisht që përshojnë me njëna tjetrën, dhe me pas një rezultat të parafërt me 2019. Tani kush është e para, kush është e dyta, nuk parashikoj një gjë të tillë, po gjasat janë Zoti Kurti me dali pari. Po, vëllëmesh. Tani, nëse del Zoti Kurti pari dhe nuk i ka numrat për ta bërë qeverin vet, i duhet një partner koalicioni, dhe pjesa tjetër nuk i ka numrat e mjaftueshëm, apo i ka 80 numra edhe për president, atëherë këtu hin në loj Albulina Gjiusi,
Presidenti, ushtruese detyrës së presidentit. Ajo ka obligim ja dhon me mandatu të parin. Kush e i pari? Albin Kurti, që nëse ndodh në gjatë tjetër. Dhe dështon me pas qeverinë. Ajo do të me mandatu të dytin. Tani kush është i dyti? Mund t'jetë Vjosa Osmani, mund t'jetë Bedrionca. Apo jo? Çka nëse Albolena Aziu nuk e jap këtë dekret? Pra shësnia do të me qenë e gatshme me mbrojtë rendin juridik kushtetues në rrugë. Sakt. Dhe duhet më nështru një presion të jashtëzakonshëm të pa precedent deri tash, që populli me mbrojt rendin juridik nga një regjim arbitrar i cili tashmë hedh hapa të tjerë më të fuqishëm drejt kapjes përfundimtare të shtetit. Si e të e parë? Në që drejtim unë mendoj që, domethënë, nëse gjëra shkojnë qështu e gjasa për me shku qështu janë shumë të mëdha, atëherë për qytetarët duhet me qenë gatshëm për me mbrojt në fund të fundit kur gjë tjetër përveç votës tëre. Pra, nëse që kjo është rezultati zgjedhor, dhe tash ti e keni shumicë të krijuar jashtë të parit, që ka qenë ide edhe mundësi edhe në vitin 2025, por që fatkeqësisht nuk ka bërë, atë ti duhesh me mbrojt votën tonë. Domethënë qytetarët e Republikës Kosovës kur votojnë për parti politike, i votojnë ato për më konë pushtet apo jo. Dhe nëse krijohet mundësia që partia për cilën ke votuar ti vota jote me bo pushtetin, ti atëherë ka ndesh me mbrojt këtë votë apo jo. Me thonë, unë kam lyp që ta më bo pushtet. Dhe u krijuan mundësit, se tek kemi më shumë. Nëse si jena më shumë, s'kemi çfarë bo. Për shembull që tash, 51% i ka Albin Kurti, atje s'mund me bo qeveri, dhe këtë jemi pajtuar. Po, se i ka marrë, po nëse nuk i merr. Dhe nëse kjo tentohet më bo me kapje të pozitave institucionale, që bile ushtruesi detyrës së presidentit është shumë çështje e diskutueshme, ai ka ato ingerenca dhe kompetenca që janë veshin na. Se mënyra qysh bëhet dikush ushtrues detyre i presidentit kushtetueshmërisht nuk është bashkë të qartë. S'është të qartë. Se kryetari i kuvendit rrjedh nga kuvendi dhe kuvendi shpërbohet. Edhe ajo për shembull neni kushtetues që flet për këtë punë është më shumë si më thonë e adreson një situatë në të cilën presidenti për çfarë do arsye ka pamundësi të ushtrimit detyrës dhe ja bartë kompetenca kryetarit të kuvendit për një periudhë caktuar. Por jo nëse nuk zgjedh. Tash ajo marr si shablon, kuptimi që nëse s'kemi president atëherë automatikisht i bartin ti. Po jo gjitha kompetencat. Na që thotë me pas parasysh për ashtu. Edhe mendoj që kjo është çështje që duhet të diskutu bile, kisha pas dëshirë të gjykata kushtetuese me dhënë mendim për të kohë. Jo duhet me adresu dikush. Nuk i bart këtë kompetencat e presidentit ushtruesi detyrë, se s'ka kuptim. Po nuk i bart se aty në kushtetutë shkruan nëse presidenti për arsye smut një çështje të caktuar. Ka arsye të caktuar pse s'mund të ushtru detyrën për një periudhë. Edhe tash ty ta jap çat periudhë që unë jam president, për një arsye të caktuar jam në spital, s'po më i thon VB apo bosh të sekretari kuvendit president për çdo 2 javë. Ti çosh edhe ma emron kryeprokurorin. Edhe thonë ai ka dash pak. Unë sash moje zyrën ose shpall ju si komandant. Ose ma çon FSK ndikon, thonë moje zyrën ti si president. Ti nuk je president, ti je ushtrues detyrë i presidentit. Ti duhesh me kry vetëm punët të cilat nuk presin. Apo e që janë të aspektit ceremonial, jo vendimarrës politik, se s'ki legitimitet. Kryetari i kuvendit nuk zgjedhet sikur presidenti i kuvendit, apo jo? Rrjedhimisht është legitimiteti ndar politik. Në këtë drejtim mendoj unë që çfarëdo vendimi madhor me pasoja afatgjate që e merr ushtruesi detyrës i presidentit, Albolena Haxhiu në të rast që ka potencial më bo, për mendimin tim nuk është bashkë përputhje me kushtetutën. Si frym, s'po flasim gjem. Sepse për ndryshe para ashtu që shtojnë 6 muaj mund më konë dikush ushtrues detyrë i presidentit apo jo, për 6 muaj çaj president mund me marrë vendime jashtëzakonisht mëdha, edhe me pasoja për vendin. Ata është i thuka dash, pa kush i ka marrë çto? Dikush që e patëm zgjedhur për kryetar kuvendi, e që na u bë president në ndërkohë. Kjo s'ka kuptim. Ndërkohë që kryetari i kuvendit rrjedh nga pozita e qenit deputet dhe kryetari i kuvendit një kuvendi që nuk ekziston më. Që është i shpërbom. E i cili, me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese me cilin unë spajtona, i japet ekskluzivisht grupit kontroll parlamentar. Apo? Që presidenti si japet. Presidenti mund me taku, presidenti voton nga 80 deputet. Pra nga vjen nuk ka fort rëndësi. Kush do mund, ti mund me propozu. Në që drejtim mendoj unë që çdo gjëra duhet të diskutu për një vend në mënyrë shumë të qartë. Se këtu po bëhet kanë herë një fakt kështu arrim kryet mandati i zonjës Osmani, vjen zonja Haxhiu, edhe rrjedhimisht ata e kanë presidentin dorë, mund me bëj çfarë dojnë. Jo, s'mund me bëj çfarë dojnë. Kushtetueshmërisht po flas. Politikisht po.
Pra, në që drejtim, nëse ti e sheh që dikush i ka pozita kryesore politike, edhe për i kesh përdor ato për interesa, ti qytetari shkëndesh më ngrit, edhe nëse je për krahas i partisë. Se qytetarët duhet me kuptu na si qytetar. Për shembull, na falem, shtrejtohet energjia elektrike, po të shtrejtohet nafta. Që ka të shtrejtu këto çmimet. Po përdoret buxheti i Republikës së Kosovës për me shpërnda ndihma që po quhen sociale, të cilat më shumë përdoren për përfitime elektorale, sesa për luftim të varfërisë, apo jo? Nuk po investohet në arsim, nuk po investohet në shëndetësi. Edhe nëse ti je për krahas dhe votues që asoj partie politike, këto janë tema për të cilat ti nuk i shkëndesh më u pajtu. Kush? Qëto çështje, nëse partia që unë e kam votu vjen pushtet, edhe e kesh përdor buxhetin. Unë jam kundër kesh përdorimit të buxhetit edhe pse i kam votu. Unë jam kundër uzurpimit të posteve publike edhe për ata që i kam votu. Se s'bën. Jemi fare në fund, Visar, i kemi edhe pak minuta. Duhet pak me bind që Vjosa Osmani është më e mirë se Albin Kurti, me kaq e ke përfundu. Nuk po flas as më e mirë ajo. Unë po them. Ja, e mirë në veprime. Unë aktualisht po them që pushtetin për me bë keq e ka Albin Kurti dhe rrjedhimisht mund më bë keq. Pushtetin për më bë keq se ka Vjosa Osmani, rrjedhimisht s'mund më bë keq. A më kish bë keq, nashta edhe po. Me fal, po mu që më bëni keq që 5 vjet të tjetrit të ty aty tjetër. Ç'a më boks? Ajo ka qenë në bashkëpunim me Albin Kurti. Mos e harro. Bashkëpunëtor në Krim. Dakor, dakor. A duhet me dhon përgjegjësi për çka bre? Dakor. Po bre. Tres që e marr? Po, bre, qëre. Unë ti jena një parti politike. Unë jam udhëheqës i partisë politike, apo? Ti je antar i partisë politike. Unë i bëj 100.000 zeza, vjelli, anek, nej. Ti për arsye të ndryshme edhe nuk kundërshton. Ka një edhe më manka pak si antar i partisë politike. A kemi fajin e njëjta? Se kemi fajin e njëjta, se s'mujna me pas. Mos raportimi i veprës penale është veprë penale. Po, ti nuk e ki pushtetin për me marrë vendime që mi kundërshtojnë të mi. Po e ke të drejtën, absolutisht të drejtën që ta jep. Absolutisht. Kushtetuta dhe ligjet. Dhe për qëta gjykosh. Me u distancu dhe me denoncu. Dhe për qëta gjykosh. A ka boni gjë të tillë? Dhe për qëta gjykosh. Kur denoncoj? Hajde kthejmë kështu në rrafshin penal. Personi që e ndihmon vrasësin. Po është më fajtor se vrasësi? Jo. Ligjërisht jo. Jo. A është fajtor? Denohet për dhënie të ndihmës. Po është fajtor. Njëri mund dënohet bukë për jashtëm, tjetri 20 vjet. Dhënia e ndihmës është vepër penale, po nuk është njëjtë si vrasja. Po do shme kërku falje. Dakor, dakor. Po çfarë po them është që unë po e pres kërkim faljen. Nëse jo kërkim falja, atëherë i kisha dashur me pa disa vendime dhe veprime të Vjosa Osmanit që distancon veten prej këtyre. A mundet me ndihmu Vjosa Osmani në rrëzimin e Albin Kurtit nga pushteti? Ose mos them ashtu se mendoj që është se po tingëllon keq, në zvoglimin e pushtetit Albin Kurtit. Mendoj që është faktori kryesor. Po shumë mirë, le të ndihmon. Uroj që të ndihmojnë. Po çka nëse vim në një situatë që edhe mas zgjedhjeve numrat nuk janë të përshtatshëm dhe Vjosa Osmani në koalicion me Albin Kurtin, kjo presidente, ai kryeministër. Ai është gabim. A ka garancion që Vjosa Osmani nuk e ushtron pozitën e presidentes për 5 vjet tjera, njëjtë si 5 vjet kaluara? Absolutisht jo. Gabim është jashtëzakonisht i madh. Atëherë, unë mendoj që mas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, a kena pas në garanci që partitë opozitare nuk shkojnë Albin Kurtit? jo. Sot i Kurti nuk i ka dashur. Kjo mund me ndonë me secilin. Atëherë unë mendoj që veç rruga është alternativa kryesore në këtë vend. Është e domosdoshme. Mirë, mirupafshim.